Kush vendos në botë? Nëse kemi thënë që çdo shtet ka një qeveri që vendoset nga dikush tjetër, atëherë kush është që vendos? Çfarë janë këta që vendosin? Kjo që do t'i tregoj sonde është deklarata e fuqishme që ka bërë Vladimir Putin. Nuk e ka bërë njeri do si do. Dëgjojeni me kujdes, deri në fund do dëshiroj një mendimin tuaj. Kush është rastisht, si gjithmonë, le t'i bëj like faqes, shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. E dëgjova intervistën e Vladimir Putinit deri në fund. Një intervistë që e gjeni dhe ju vetë të një gazetari anglez që i ka bërë një intervistë gjatë rreth 1 orë e 20 minuta. Vladimir Putin, ju e dini shumë mirë që ishte i shërbimeve sekrete dhe nga shërbimet sekrete u bë Vladimir Putin sepse dikush e la në vendin e tij. Pra e la që të drejtonte vendin sepse ishte njeriu i gatshëm për ta drejtuar vendin. Dhe çuditërisht ai me shumë superlativa thot pikërisht këtë. Thot që të gjithë pjesëtarët e një parlamenti thot nuk vendosin asgjë thot, por e vendos dikush tjetër. E vendosin disa forca politike, shoqërore dhe disa forca të errta që drejtojnë çdo vend. Dhe këto forca, thot ai, vendosin një, pra zgjedhin dikë. Në këtë rast e ka fjalën edhe për vete. Sepse thot, të gjithë kur shkojnë që të bëhen ministra ose ndoshta dhe kryeministra, të gjithë shkojnë për një qëllim. E besojnë qëllimisht, e besojnë verbërisht që të bëjnë ndryshimin e madh me këdo dhe për çfarë do. Por kur shkojnë atje, thot Vladimir Putin në këtë intervistë, kur shkojnë atje, ndryshon çdo gjë. Ndryshon sepse nuk varen nga ty ligjet. Ndryshon sepse nuk varen nga ty detyrat. Ndryshon sepse nuk varen nga ty zbatimet. Pra ti je asgjë. Je vetëm një gur dhe asgjë tjetër, sepse dikush tjetër t'jep disa urdhra. Dhe kur thot që në momentin që zgjedhin, dëgjoni me vëmendje këtë, në momentin thot që zgjedhin dikë, thot, në moment që zgjedhin, nuk thot që zgjidhet. Në moment që zgjedhin dikë, thot, ti thot flet, shkon me atë, bisedon thot, dhe ai është i hapur thot për çdo gjë. Pra është i hapur që të bëhet çdo ndryshim, është i hapur që do të ndryshojë çdo gjë dhe të jetë ai nismëtari për ndryshimin e çdo gjëje. Mirë, po kur vjen një moment thot, vjen ndonjë sepse ti bisedon me të, shkon çdo gjë okay thot, dhe pas një farë kohe që nuk kalon shumë, por 5, 6, ndoshta muaj ose ndoshta edhe një vit, vin thot 2 njerëz thot ose 3 të veshur thot me rroba të zeza. Nuk kanë thot gravat të kuqe. Jo, edhe gravata është e zezë. Kanë syze, zakonisht, dhe vin thot me një valixhe në dorë. Dhe ata të thonë, thot, të sugjerojnë, thot, me shumë delikates të sugjerojnë se kush janë udhëzimet e duhura që duhet bësh. Dhe ato udhëzime që ti duhet t'i pranosh, sepse unë i kuptoj, thot, liderat, qoftë evropian, thot, por edhe botëror. I kuptoj, thot, që se cili prej tyre kërkon, thot, që të bëj historinë e vetë, sepse duke qenë aty, a i thot, unë diçka do të ndryshoj. Por urdhrat i jepen dhe ai është i detyruar që ti marr ato urdhra dhe ti zbatoj, sepse nëse nuk zbaton ato urdhra, ai nuk do të jetë më aty. Dhe i dhimbset jo vetëm karrikja, por edhe trupi. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ti nëse nuk i bindesh urdhrave, gjëja e parë që bëjnë të heqin nga ai vend ku je. Dhe e dyta, mund edhe të zhdukin. Pra, kjo ishte një pjesë e deklaratës së Putinit. Tani do t'ju them pjesën tjetër. Pra, pjesa kryesore që është kjo që ai e ka fjalën për ata që drejtojnë në të vërtet gjithë botën. Dhe ju e dini shumë mirë që nuk ka lidera në botë, nuk ekziston një lider në botë, duke filluar që nga lindja deri në perëndim që të gjithë liderat, nuk ka njerëz që nuk thonë në të gjitha shtetet, që thonë ai është i udhëzuar nga këta apo nga ata. Si shtonë edhe për Shqipërinë, për Kosovën, apo ku ta di unë, për Malezi që këta janë me Kosovën, me Amerikën, këta janë me Serbinë, apo ku ta di unë. Sepse dikush pretendojnë që nuk vendosin liderat, ata që janë aty, por vendos dikush tjetër. Pra, nga momenti që e zgjedhin, ose që zgjidhet ai njeri, ka disa detyra që duhet bëj. Dhe ai është paraprakisht disa i din, por ka disa që nuk i din këto detyra dhe me kalimin e kohës mundohen që të ndryshojnë diçka, por nuk mund të ndryshojnë dot gjë. Si thot Putin,
Dhe kjo është pika shumë e rëndësishme nga ajo që ka thot Putin. Dhe ai pse e thot këtë? Sepse me shumë delikates ai thot që unë mundohem thot që të mbuloj thot disa role që të tjerë thot nuk munden. E ka fjalën që ai mund të zgjedh, sepse nuk e di pse, por për shumë arsye ai mund të zgjedh, sepse është një potencë, sepse ndoshta ka qenë dhe vetë në këto me këta është përballur ndoshta vetë me këta të veshur, si thot ai, me kostum të zi, me gravatë të zezë dhe me çanta, dhe ndoshta ai i njeh shumë mirë. Megjithatë, do ju them pjesën tjetër të intervistës. Kishte kohë thot që Rusia thot, është ajo thot që ka shpëtuar. Mund ta bëj edhe më përkthime, këtë është parafërsisht kjo, është në sintezë që ai thot, por njëri gjysmë nuk do ta shihnit. Dhe po thoshja, e gjeni, sepse mund ta përktheni automatikisht në gjuhën shqipe apo në gjuhë të tjera ku ju është më mirë për ju, në italisht, në anglisht, në gjermanisht apo në frëngjisht. Dhe është më thjesht, po thoshja, po megjithatë në sintezë është kjo. Ai thot, në luftën e dytë botërore, pikërisht thot fal thot 2 milion ushtarëve thot që flijoi, thot Rusia thot, ata thot, pra ata që vendosin, kishin menduar që të bënin një botë të vetme, me një gjuhë të vetme, me një monedhë të vetme, ta bënin që atëherë, pra që vitet 50. Por nuk mundën. Nuk mundën thot se fal ne që bëm ç'është e mundur thot që të luftonim armikun që ishte Gjermani. Dhe ne thot lam 2 milion trupa për të mbrojtur vendin, sepse e dinim që nëse do merrnin Leningradin, do kishim marrë gjithë botën. Dhe sot gjithë bota do fliste gjermanisht. Dhe ne thot duhet që bota të na falenderoj për këtë, por përkundrazi thot bota përveç se nuk na falenderon, e quan thot Stalinin për shembull e quan armik dhe e quan më keq se Hitleri, kur ishte pikërisht Stalini që mbrojti dhe shpëtoi botën. Atëherë pse duhet që ta cilësojnë si ai si gjakpirës, si ai që vrau shumë njerëz? Përse? Për çfarë arsye? Dhe tjetra, pasi mbaroi lufta e dytë botërore, kishte probleme të mëdha gjithandej, por Rusia e mori veten dhe ishte i vendi i parë që shkoi në orbit. Për më tepër, pati edhe krijoi një arsenal shumë të madh dhe meqense kishte një ecuri të madhe, filluan që ta coptonin dal nga dal. Pikërisht ata me të veshur me zeza, e thot pak a shumë me superlativa, sepse e hoqën një pjesë të madhe, andej Lituania, Letonia etj. Munduan nga të gjitha anët që ta zvoglonin dhe ta zvoglonin gjithmonë më shumë. Nuk kemi folur thot deri sot. Nuk kemi folur për të mos bërë polemika. Por sot thot, duke dashur thot që të na marrin dhe pranë shtëpisë son, thot, na marrin gjysmën e shtëpisë, thot, që është Ukraina, kjo thot është e tepërt, sepse askush nuk shkon thot ai në Amerikë që të marrë një pjesë të Amerikës, apo ndoshta në Evropë që të marrë një pjesë të Evropës, etj. Nuk shkon askush. Që të shkojmë ne për shkak të prekim një cop. Pse duhet të hidhet bota? Do hidhet bota, jo s'ma merr mendja. Pra e njëjta gjë thot ndodh edhe me ne. Ne thot po ruajmë thot pjesën tonë që është thot, sepse ka dalë një çmendur që thot, jo, ne duam të futemi në Evropë dhe do të jemi dependencë më vete. Por ka një qëllim të caktuar, sepse nuk është ai që vendos, para vendos dikush tjetër, ndoshta ata me xhaketa dhe me gravata zeza. Megjithatë, ai e thot në mënyrë shumë më të bukur, sepse unë po e them në mënyrë më, si mund ta them, më të detajuar, që të kuptohet, sepse ai flet shumë me superlativa, sepse është një krye shteti dhe nuk mundet të flasë dot drejt për drejt. Por në sintezë, ai thot që ka disa, atë që thot edhe Donald Trump, që është një deep state, që vendos fatin e shteteve, vendos fatin e njeriut, vendos fatin e qeverive, vendos çdo gjë, dhe janë ata që vendosin jo vetëm qeverin, por edhe çfarë do bëhet në botë. Kështu që ndoshta ky nuk i bindet urdhrave sot dhe kjo ndoshta, me sa e kuptova unë, krijon këtë përplasje të madhe që sepse duhet të gjejnë shkakun, kush është shkaku? Shkaku është Ukraina. Prekin Ukrainën, kanë prekur
Është sikur të futet një njeri në shtëpinë tënde dhe të marrë një dhomë. Të futet ai komshiu, të marrë një dhomë, ti çfarë do bëje? E njëjta gjë këtë e thotë edhe Putin në sintezë. Dhe unë doja një mendimin tuaj, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Pra, nëse thot Putin një deklaratë të tillë, për ju si mendoni? Mund të jenë të vërteta këto apo jo? Është e vërtetë që të gjithë krerë të shteteve vendosen nga dikush dhe nuk janë të vendosur nga populli? Duhet t'i them edhe diçka tjetër. Stalini thoshte dikur, po jo Stalin sepse e tha dhe Roshvill më përpara, thoshte pak rëndësi ka se kush voton, e rëndësishme është se kush numëron votat. Pra me pak fjalë, pak rëndësi ka se kush i përdor parat, e rëndësishme është ai që i stampos. Na dhe mirë.